Kemi ardhur në Krujë, i cili është praktikisht një prej destinacioneve më të vizituara në Shqipëri dhe që mban kreun me listë, pra kreun e listës me muzeun më të vizituar aktualisht në Shqipëri. Do thoni ju çfarë bëjmë në Krujë, kur në fakt në ciklin e episodeve In the Flow kemi vendosur në fokus destinacionet jo shumë të vizituara, ose objekte të cilat nuk janë kaq të reklamuara ose kaq të evidentuara për t'i ofruar si destinacione turistike. Mirë po, edhe në Krujë, edhe pse fluksi i vizitorëve është jashtëzakonisht i lartë, mendojmë se ka diçka e cila duhet sjellë në vëmendje dhe është pikërisht sektori i akomodimit. Përse Kruja zakonisht konsiderohet si një destinacion gjysmëditor ose ditor nga agjenci të shumta ose edhe nga vetë turistët, kur ajo shumë bukur mund t'ju akomodoj dhe madje është një destinacion i cili ofron ture ditore për veten e saj, duke patur një nisje nga Kruja, me qëndrim në Krujë një natë ose më shumë net. Ne do përpiqemi të kuptojmë me anë të këtij episodi se si po ecën Kruja si destinacion, sepse sigurisht edhe sektori i akomodimit ka një rritje, pra ka një zanafill dhe ka edhe një rritje edhe në Krujë, por gjithashtu, pra gjithsesi, numri i atyre që vizitojnë Krujën, muzeun, pazarin e vjetër, muzeun etnografik dhe në përgjithësi qytetin, është shumë herë më i lartë se numri i atyre që qëndrojnë në Krujë një natë apo më shumë net.